Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka tregon 3 gabimet e mëdha që ka bërë opozita, të cilat e kanë penalizuar për të mos mundur dot Edi Ramon e për të mos riardhur në pushtet. Sipas Dukës, pa këto gabime Rama do të ishte mundur shumë lehtë. Nëse ne nuk do të kishim bërë ato 3 gabimet klasike, 1 ndarja territoriale, 2 falja e bashkive dhe 3 dalja nga parlamenti, ne sot duke pirë raki e kishim mundur këtë mazhorancë, pasi kaq shumë zullume ka bërë sa nuk do askush ta shoh më me sy. Tani është garë shumë e fortë, pasi kemi këto problematika që duhen kohë të rregullohen. Megjithatë kemi një avantazh, pasi kjo mazhorancë u mbyt nga korrupsioni. Pavarësisht se ky mundohet t'i trajtojë si suksese të vetat. Kur nuk më mbushet mendja që mund të ketë një kryeministër që nuk di se ministrat e tij nuk mund të ekzistojë, çfarë bëjnë ata. Kur duhet marrësh një vendim, duhet pyesësh ministrin dhe pasi këto do t'japin aprovimin, do të kalojë te kabineti i kryeministrit dhe pastaj në mbledhje qeverie. Si mund thuash unë nuk di gjë? Pyet Duka. Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste shprehet i bindur se Partia Socialiste nuk do të arrijë dot të fitojë në Durrës më 11 maj. Armë kundër atij ka sa të duash. Megjithatë, ne kemi këto probleme. Nëse këto që them unë nuk janë pozitive, sepse duhet t'japim rrull, por unë kam eksperiencë edhe në sport dhe them se gara do të jetë shumë e fortë. Ai do të ketë shumë problematika. Unë ju garantoj se në Durrës ai nuk fiton. Ose del barazim, ose fiton Partia Demokratike, paralajmëron Agron Duka.